sot mbetemi ende pa një vendim të arsyetuar të kolegjit zgjedhor për seancën e të premtes së shkuar. Afatet ligjore dihet që janë shkelur, vazhdojnë shkelen, dhe arsyet e mos argumentimit vendimit mbeten paditura. Por në ndërkohë, mos arsyetimi i vendimit përbën një pengesë serioze në proces. Një pengesë serioze për shkak se në ndërkohë procesi vazhdon dhe ka një afat ligjor për tu përmbushur, që është seanca e ditës hënë. Gjithsesi, unë dëshiroj të rinënvizoj domosdoshmërinë e të kuptuarit nga të gjithë se kjo çështje është përditje më shumë një çështje që qëndron përtej kufive të problemit konkret. Është një çështje që lidhet përditje më shumë me fatin e vetë drejtësisë në këtë vend, ashtu si kundër edhe me një sër faktorësh të tjerë shumë të rëndësishëm, jetik për vendin, që s'ka pikë dyshimi se do të përcaktohen në varësi të mënyrës se si do zgjidhet kjo çështje. Në mënyrë të drejtë apo në mënyrë të padrejtë. E din të gjithë që historia e 2 viteve të fundit, vitet që pasuan zgjedhjet e vjedhura të 2009-s, u përcaktua jo pak nga një vendim i padrejtë i kolegjit zgjedhor. Një padrejtësi e hapur, flagrante, në gjykimin e ankesës së opozitës për refuzimin nga e njëjta KQZ që të hapte kutitë e votimit me kërkesën e 2 anëtarëve. Kolegji zgjedhor e rrëzoi kërkesën legjitime të opozitës 2 vjet më parë dhe praktikisht i hapi rrugën krizës 2 vjeçare politike dhe institucionale me të gjitha ato pasoja që njihen dhe dihen nga të gjithë. Ashtu si kundër, njihet dhe dihet nga të gjithë edhe kostoja e këtyre pasojave që erdhën si përmbajtje e shpërdorimit hapur të pushtetit vjedhur nga ana e Saliut. Të këqijat që i vinë një vendi ashtu siç edhe në Shqipërisë, nga ligjërimi i vjedhjes votës, tashmë janë të njohura. Por në ndërkohë, në vend se sot të gjendeshim natyrshëm në kushtet e përshtatshme për t'u ndarë nga këto të këqija dhe për ta kapërcyer krizën, jemi në një krizë që rrezikon të bëhet shumë më e thellë. Vjedhja e votës këtë herë është bërë hapur, është bërë në televizor, është bërë ditën për diell. Shkelja e ligjit nga ana e KQZ-s për të përmbysur rezultatin e zgjedhjeve në kryeqytet është parë nga miliona sy. Dhe është denoncuar jo vetëm nga opozita, por edhe
nga miqt e partnerët ndërkombëtar të shqiptarëve, sigurisht me gjuhën e tyre. Ajo që mbetet themeli i këtij problemi konkret është cënimi i procesit demokratik përmes ndryshimit të rregullave të lojës në fund të lojës. Ky është një parim që nuk mund të shkelet dhe është një parim që buron jo thjesht nga kodi zgjedhor për zgjedhjet, por buron nga kushtetuta e Shqipërisë për të gjitha marrëdhëniet që sigurojnë juridikisht palët apo individin në raport me shtetin. Është e shkruar nga arbitri ndërkombëtar i zgjedhjeve, misioni i Odirit. Është thënë nga Bashkimi Evropian, nga Shtetet e Bashkuara dhe nga OSBE-ja. Dje ka folur përsëri në emër të qeverisë së Shtetit Bashkuara Thomas Countryman. Dhe përsëri ne e falenderojmë për shprehjen e shqetësimit të hapur lidhur me veprimtarinë e KQZ-s. Ndërkohë, ka përtej bazës kushtetuese dhe ligjore të Republikës sonë një bazë shumë solide edhe në jurisprudencën që garanton ekuilibrat e shtetit të drejtës në botën demokratike dhe sigurinë juridike. Qoftë precedentët që janë trajtuar nga gjykata e të drejtave të njeriut në Strasburg, qoftë nga gjykata supreme amerikane, flasin qartë. Dhe sigurisht janë pika referimi për të gjithë botën demokratike. Problemi sot mbetet i shtruar dhe pikpyetja lidhur me mënyrën si do zgjidhet ky problem shkon duke u zmadhuar, sepse e përsëris. Nuk është një pikpyetje që ka të bëjë thjesht me si do të përfundojë odiseja e zgjedhjeve në Tiranë, por ka të bëjë me në çfarë Shqipërie do të jetojnë qytetarët e këtij vendi pas marrjes së vendimit nga ana e kolegjit zgjedhor. Është e qartë që sot më shumë dhe më qartë se asnjëherë për shkak të kombëtarizimit dhe ndërkombëtarizimit të këtij problemi, sfida e drejtësisë ka një kuptim të posaçëm. Dhe nga ana tjetër, sfida që padrejtësia i ka bërë kësaj shoqërie duke u kthyer në sistem, sot ngjan qartazi shumë më kërcënuese se sa ç'duket dhe se ç'është në të vërtetë në jetën e përditshme të qytetarëve. E pra, dua të rinënvizoj se mbetet për ne detyrim ndaj vizionit dhe bindjeve tona që të vazhdojmë deri në fund betejën në rrugën ligjore. Por njëkohësisht është e detyrueshme që në këtë rrugë të nënvizojmë
me forcë dhe pa u lodhur domosdoshmërinë që drejtësia t'jap drejtësi. Lejoni të shtoj se tani më sfida e hapur mes padrejtësisë dhe drejtësisë ka mbritur në një moment kulmor, kur do duhet të ndodh ballafaqimi me produktin e asaj që ndodhi në tavolinën e KQZ-s në shkelje të hapur flagrante të ligjit. Gjurmët e barbarisë janë jo vetëm në shkeljet e kushtetutës, të kodit zgjedhor dhe të çdo sensi juridik që rregullon marrëdhënien mes palëve në një garë, por edhe në vetë aritmetikën e rezultatit të rrem që ka prodhuar KQZ-ja. Janë gjurmë ulëritse, të cilat tregojnë se futja e duar në proces, pas përfundimit të numërimit dhe daljes së fituesit në syt e miliona njerëzve, ka prodhuar tabela rezultatesh që as djalli vet nuk i përputh dot më mes numrit votuesve, pjesëmarrës dhe numrit votave që kanë dalë nga kutit ku ka futur duart KQZ-ja. Më shumë vota se votues. Për të nxjerrë humsin fitues, KQZ-ja jo vetëm preu të gjitha fijet që e lidhin atë institucion me kushtetutën e me ligjin, por edhe fillin e logjikës aritmetike. Të gjitha këto janë të bazuara mbi prova faktike, tabela, rezultatesh, qendër për qendër, kuti për kuti, të nxjerra nga vetë KQZ-ja pas futjes duar në proces, kur procesi i numërimit kishte mbaruar. Dhe është e qartë se kushtrimi për të dëgjuar në thonjza zërin e qytetarëve, në fakt, disa ditë pasi qytetarët e kishin parë me sytë e tyre numërimin e çdo vote, ka prodhuar një tepri zërash në thonjza, pra fletësh votimi, që në fakt janë gjitha bashkë zëri i Saliut, jo zëri i çdo qytetari. Në fund dua ta rinëvizoj se nga dhënia ose jo e drejtësisë në këtë çështje varet tërësia e punëve të këtij vendi dhe mënyra se si do të zhvillohet jeta publike, por edhe jeta e çdo shqiptari në këtë vend, pasi në rast se padrejtësia do të triumfojë, atëherë padyshim kjo do të ishte shpreha kuptim plot e vulosjes së një procesi që e kthen padrejtësinë në sistem, duke e degraduar sistemin e drejtësisë në pikën që të mbetet thjesht një degë e shtrëmbër e pemës kalbur pushtetit. Kush i dëgjon ashtu siç thuhen, të gjitha deklaratat dhe prononcimet
e miqve dhe partnerëve të shqetësuar ndërkombëtar kupton shumë qartë se në këtë proces është në lojë besueshmëria e Shqipërisë dhe e shtetit shqiptar në syt e komunitetit ndërkombëtar. Është në lojë pa pikë dyshimi rruga e integrimit evropian të Shqipërisë dhe më e afërta që fatkeqësisht do të ndodhte në rast triumfit të padrejtësisë dhe të legjitimimit të një procesi tërësisht të papërputhshëm me standardet ndërkombëtare do të ishte humbja e trenit radhës për statusin e kandidatit për Bashkimin Evropian. Por më shumë se kaq, bashkë me humbjen për herë dytë, gjë e pandodhur për asnjë prej vendeve që kanë hyrë në rrugën e integrimit, në historinë e afërt të integrimit, e statusit kandidatit, do të sillte një ulje shumë të dëmshme të nivelit të besimit tek vendi dhe sigurisht një cënim shumë dëmshëm të marrëdhënieve të komunitetit ndërkombëtar, përkatësisht Bashkimit Evropian në këtë rast me Shqipërinë si një vend aspirant për Bashkimin Evropian. Nuk ka pikë dyshimi se në ndërkohë dhe jeta e brendshme e vendit do të karakterizohej nga një degradim i hapur i institucioneve, i drejtësisë, i ekonomisë, i garancive për liritë dhe drejtat e njerëzve dhe në fundit edhe vetë zgjedhjet e lira dhe ndershme të standardeve ndërkombëtare do të ishin akoma më larg në horizontin e besimit shqiptarëve se sa ishin para 8 majit. Të gjitha këto i nënvizoa për të rithënë se ky nuk është një proces që përcakton thjesht me vul gjykate fituesin e një gare. Sa për garën, ne e kemi fituar atë në syt e miliona njerëzve dhe për sa na takon ne jemi dhe do të mbetemi fituesit edhe në rastin që vula e gjykatës do të thotë të kundërtën. Këtu fjala është për shumë e shumë më tepër se kaq. Këtu fjala është se kush do të triumfoj në garën fatkeqësisht të hapur që zhvillohet për ditë në këtë vend mes padrejtësisë që ka kapur shtetin dhe drejtësisë që qëndron në themelet e kushtetutës dhe që përbën aspiratën e madhe të njerëzve të këtij vendi. Faleminderit. Zoti Rama, pse lidhni fatet e vendit me fitoren apo humbjen e garës tuaj në Tiranë? A është një presion ky ndaj anëtarëve të kolegjit zgjedhor? Këtë e lidh Sandri jo. Unë po nënvizoj me shumë qartësi që këtu s'bëhet fjalë për një çështje të thjeshtë, jo për faktin se si do të jetë rezultati i një gare. Këtu bëhet fjalë për një rast flagrant, për një shkelje të hapur, spektakolare të ligjit, kushtetutës dhe të drejtës së qytetarëve për të votuar lirisht e për ta parë votën e tyre të numëruar ndershmërisht. Këtu bëhet fjalë për një sfidë të hapur që Saliu dhe pushteti i vjedhur i tij i bëjnë zgjedhje të lira të ndershme, i bëjnë drejtësisë, i bëjnë komunitetit ndërkombëtar si një komunitet standardesh e parimesh që s'kan asgjë të përbashkët me standardet e parimet që po e përcaktojnë fizionominë
e këtij procesi dhe padyshim tek e fundit me vullnetin e mbrapsht për të vulosur jo rezultatin e një gare, por një projekt që nuk përputhet asgjë kundi me projektin e Shqipërisë Europiane. Unë jam i bindur që dhe Sandri e kupton këtë, por thot ato që thot për arsyet që i dim gjithë. Kur flisni për përpjekje të palodhur ligjore, do të thotë se do të shkoj ankimimi juaj përtej kolegjit para edhe në kushtetuese apo edhe në Strasburg? Ju e dini shumë mirë që unë nuk rend për të bërë hapat e ardhshëm përpara hapit radhës. Hapi i radhës është ballafaqimi në kolegjin zgjedhor. Me të gjitha të drejtat dhe mundësit evidente që në këtë rast na jep kushtetuta, na jep kodi zgjedhor, na jep jurisprudenca e gjykatave të mëdha ndërkombëtare e të vendeve të mëdha demokratike, që është shumë e qartë në këtë pikë. Zoti Rama, duke patur parasysh edhe deklaratat e ndërkombëtarëve, a jemi në situatën kur e vetmja zgjidhje mbetet aktualisht opinioni i Komisionit Venecias? Unë e kam thënë në mënyrë të përsëritur dhe në mënyrë të përsëritur e kanë shprehur edhe miq e partnerë ndërkombëtar të Shqipërisë, edhe dje opinioni i Departamentit të Shtetit ishte se kjo mund të ishte një zgjidhje e mirë. Problemi këtu nuk është as opozita, as Komiteti Ndërkombëtar, nuk është as vetë kolegji në këtë rast, është Saliu. Saliu e refuzon marrjen e një opinioni nga Komisioni i Venecias, sepse siç e di Sandri, e di dhe Saliu, ndoshta Sandri e di nga Saliu, që nuk ka gjykatës dhe ekspert normal të drejtës që të mund të pranoj se ajo që ka ndodhur në KQZ pas kushtrimit të Saliut për të filluar një proces kur mbaroi numërimi është diçka jo e lishme, po e gëlltitshme logjikisht. Sigurisht që ne mbetemi shumë të interesuar e përsëris jo thjesht për rezultatin e këtij procesi në kuptimin e një gare, sepse gara ka mbaruar kur ka mbaruar numërimi i votave në sytë e gjithë shqiptarëve, por për fatet e vendit dhe mbi të gjitha për fatin e drejtësisë në të vend që të ketë një asistencë ndërkombëtare, Komisioni i Venecias apo çfarëdo qoftë. Të bindur se në këtë mënyrë mund të vendoset një pikë referimi e pranuar nga të gjithë. Ne e kemi pranuar, propozimi madje herën e parë publikisht është bërë nga një përfaqësues i Partisë Popullore Europiane, zoti Kukan, dhe pa asnjë dyshim është një propozim shumë racional dhe shumë bindës për t'u dhënë të gjithëve, edhe opinionit publik shqiptar, edhe opinionit publik ndërkombëtar, të interesuar për këtë çështje sigurisht, një opinion të bazuar jo tek frika, jo tek konjunkturat e brendshme të vendit, jo tek presionet dhe kërcënimet që i bëhen gjykatës, por tek objektiviteti që ka qartazi kjo çështje. Është një nga çështjet ku s'ka asnjë hije dyshimi se nga qëndron e drejta. Nuk mund dot të ndryshosh
rregullat e lojës kur loja ka mbaruar. Dhe ta rifillosh lojën nga e para, ashtu siç e rifilluan zotrinjt e pushtetit, duke shkatruar praktikisht edhe procesin që ndërtuan vetë, sepse në fund kanë prodhuar tabela rezultatesh që e bëjnë jo vetëm shumë të hapur manipulimin, por edhe shumë qesharak gjithë këtë vend. Fatkeqësisht. Deri në çfarë shkallë mund të arrijë reagimi i opozitës pas vendimit të kolegjit hënë nëse ashtu siç ka një nga mundësitë është rrëzimi kërkesë padisë Partisë Socialiste, që ju e plemëroni shpejt. Pra deri në shkallë do të sërish protesta në rrugë, do ketë apo është një vendim që duhet marrë me ditë. Kjo është një padi që më lejoni t'ua them shumë sinqerisht, është e Partisë Socialiste, por është për ditë e më pak thjesht e Partisë Socialiste. Sepse kjo është një padi fati i cilës ju përsëris do të përcaktoj fatin e punëve të vendit. Nuk mundet dot komuniteti ndërkombëtar, nuk mundet dot Bashkimi Evropian ta gëlltisë çorbën që gatoi Saliu me Ristanin. Është e pamundur. Nuk mundet dot Bashkimi Evropian të pranojë se në një vend që troket në derën e tij për të bërë kandidat, zgjedhjet të kthehen në një maskaradë të kësaj natyre, që nuk është as maskaradë, por është kanibalizëm zgjedhor. Dhe për më tepër, pastaj ju e kuptoni që të gjithë shumë mirë që nga mënyra se si do të zgjidhet kjo çështje, nuk varet thjesht rezultati, por varet shumë çka tjetër. A e keni të vështirë ta përfytyroni për një moment se si do të gjendet çdo qytetar i këtij vendi në dyert e sistemit drejtësisë pas kësaj, sikur drejtësia të bëjë një padrejtësi kaq të madhe mbi opozitën e vendit? Në rastin kur drejtësia do të ishte në gjendje të bënte një padrejtësi kaq të madhe, kaq hapur, kaq flagrante opozitës vendit, merri me mend se sa më të lehtë do e kishte pastaj për të bërë padrejtësira të çfarëdo natyre mbi qytetarët e zakonshëm të këtij vendi. Është elementare. Çështjet që trajton drejtësia ndodh shpesh që të kenë efekte të drejtë për drejta, jo thjesht për çështjen në vetvete, por për mënyrën se si trajtohen dhe zgjidhen çështje të tëra me radhë, duke ndërtuar një precedent. Precedentët luajnë një rol themelor në mënyrën si vepron drejtësia, dhe precedentët e kësaj natyre janë mina në themelet e sistemit drejtësisë që vendi. Në rast se do të kishin të bënin me një precedent negativ. Zoti Rama, në letrën tuaj të hapur dje deklaronit se në rast se kolegji zgjedhor dorëzoi kërkesë padin tuaj, do të kishin prishje të ekuilibrit politik. Çfarë nuk kupton kjo? Spari, e kam thënë pak më ndryshe, po nëse thelbi ky është. Të thotë që një vendim i padrejt në çështje në fjalë do të thellonte pas një dyshim konfliktin politik. Sepse është e qartë që tek e fundit, pas gjithë kësaj padrejtësie që i bëhet opozitës, qëndron politika, qëndron vetë Saliu. Ashtu si kundër, do të thellonte plagën e sistemit drejtësisë, plagën e mungesës besimit
Dhe më lejoni të shtoj që në rast se Bashkimi Evropian, në mënyrë të përsëritur, në raportet e tij, flet për kulturë të pandushkueshmërisë në Shqipëri, si një problem i madh që duhet trajtuar dhe adresuar në mënyrë adekuate, ky rast do të ishte për Bashkimin Evropian kulmi i shprehjes së kulturës pandushkueshmërisë dhe madje instalimi me nxitjen e hapur të vetë qeverisë dhe nën presionin e drejt për drejt të vetë kryeministrit i kulturës së pandushkueshmërisë. Kam një pyetje tjetër? Ndërma, ku ndryshon për ju rasti i numërimit të votave të hedhura gabimisht në Berat, me atë të Tiranës, pasur parasysh se komisionerët tuaj atje i kanë konsideruar të vlefshme ato vota? Nuk ka asnjë lidhje. Faktikisht, zbatimi i një ligji dhe i një procedure duhet ketë uniformitet. Dhe për më tepër pastaj, më lejoni t'ju them që në këtë rast, jo vetëm që nuk është e saktë të thuhet se çka ka ndodhur ka sjell në fundit dëgjimin në thonjza të zërit të çdo qytetari, po përkundrazi, edhe sikur ta merrnim për tillë, në fundit, nuk kemi as më shumë as më pak, po rreth 10% të kutive që u hapën dhe ku u futën duart për të dëgjuar zërat e qytetarëve. Po zërat e qytetarëve që kanë hedhur votën e tyre në kutit që nuk janë hapur për këtë qëllim, ku u tretën? Po në njësi numër 1 dhe njësi numër 10 që kishte mbaruar procesi në të katër kutit përpara se sa t'jepte kushtrimin Saliu dhe të merrte Hanxharin Ristani, ku u tretën? E për më tepër pastaj, gjithë praktika e konsoliduar e zgjedhjes në Shqipëri ka normuar trajtimin e këtyre lloj fletësh, duke i përcaktuar si të pavlefshme. Është fare e qartë. Ashtu sikundër është shumë e qartë edhe nga adresimi që miqtë dhe partnerët ndërkombëtar i kanë bërë problemit, se në çdo rast ky problem duhet të adresoj me konsensus. E konsensusin mund ta krijoj edhe vetë trupa përfaqësuese e palëve në KQZ, por nuk mund ta bëj njëra pala e vargësve të Saliut, sepse Saliu dha kushtrimin dhe sepse doli i humbur në numërimin e votave në Tiranë. Ky rast do të ishte për Bashkimin Evropian kulmi i shprehjes së kulturës pandushkueshmërisë dhe madje instalimi me nxitjen e hapur të vetë qeverisë dhe nën presionin e drejt për drejt të vetë kryeministrit i kulturës së pandushkueshmërisë. Ndërma, ku ndryshon për ju rasti i numërimit të votave të hedhura gabimisht në Berat, me atë të Tiranës, pasur parasysh se komisionerët tuaj atje i kanë konsideruar të vlefshme ato vota? Nuk ka asnjë lidhje. Faktikisht, zbatimi i një ligji dhe i një procedure duhet ketë uniformitet. Dhe për më tepër pastaj, më lejoni t'ju them që në këtë rast, jo vetëm që nuk është e saktë
të thuhet se çka ka ndodhur ka sjell në fundit dëgjimin në thonjza të zërit të çdo qytetari, po përkundrazi, edhe si kur ta merrnim për tillë, në fundit, nuk kemi as më shumë as më pak, po rreth 10% të kutive që u hapën dhe ku u futën duart për dëgjuar zërat e qytetarëve. Po zërat e qytetarëve që kanë hedhur votën e tyre në kutit që nuk janë hapur për këtë qëllim, ku u tretën? Po në njësi numër 1 dhe njësi numër 10 që kishte mbaruar procesi në të 4 kutit përpara se sa t'jepte kushtrimin Saliu dhe të merrte Hanxharin Ristani, ku u tretën? E për më tepër pastaj, gjithë praktika e konsoliduar e zgjedhjes në Shqipëri ka normuar trajtimin e këtyre lloj fletësh, duke i përcaktuar si të pavlefshme. Është fare e qartë. Ashtu sikundër është shumë e qartë edhe nga adresimi që miqtë dhe partnerët ndërkombëtar i kanë bërë problemit, se në çdo rast ky problem duhet të adresoj me konsensus. E konsensusin mund ta krijoj edhe vetë trupa përfaqësuese e palëve në KQZ, por nuk mund ta bëj njëra pala e vargësve të Saliut, sepse Saliu dha kushtrimin dhe sepse doli i humbur në numërimin e votave në Tiranë. Kështu që të gjitha përpjekjet për të justifikuar të pajustifikueshmen thjesht nxjerrin pa edhe njëherë tjetër se nuk ka argumenta që e bëjnë të qëndrojnë në këmbë këtë proces. Ky proces është një grop e hapur e cila duhet mbyllet përmes dhënies së drejtësisë, ose të cilën pa drejtësia do ta bënte pastaj një precedent kanosës për fatin e zgjedhjeve të ardhshme në Shqipëri. Sepse do t'i hapi rrugë gjithë farë arbitraritetesh të bazuara në dhunën e interesave të pushtetit. E duke e mbyllur, jam absolutisht dakord që çka duhet shmangur me çdo kusht për të mirën e vendit, për interesin kombëtar të vendit, për interesin e çdo qytetari është dhuna, dhe dhunën po e ushtron përdit Saliu me institucionet e tij të kapura, duke vendosur në themel të bashkëjetesës mes palëve pa drejtësinë. Nuk ka dhunë aty ku ka drejtësi.